Të premten është festa e Fitër Bajramit. Pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, troket mëngjesi i bekuar i Fitër Bajramit, duke sjellë në zemrat e besimtarëve musliman gëzim, paqe dhe mirënjohje. Kjo festë e madhe që vjen pas një muaji përkushtimi, sakrifice, lutjesh dhe adhurimi, është një moment i veçantë bashkimi, afërsie dhe dashurie mes familjeve të afërmeve dhe mbar komunitetit. Fitër Bajrami mbetet një nga festat më të bukura dhe më domethënëse për besimtarët, sepse përçon vlera të larta njerëzore e shpirtërore si solidariteti, mëshira, falja dhe shpresa për ditë më të mira. Myftënia Kukës njofton se falja e namazit të Fitër Bajramit do të kryhet të gjitha xhamit e rrethit ditën e premte me 20 mars 2026 në orën 6:30 të mëngjesit, ndërsa në këtë ditë të shenjtë përcjell urimet më të sinqerta për të gjithë besimtarët me lutjen që Allahu t'ua ketë pranuar agjërimin, lutjet dhe të gjitha ibadetet e muajit të bekuar të Ramazanit. Edhe Kukës Televizion bashkohet me urimet më të përzemërta për të gjithë besimtarët musliman, duke uruar që kjo festë e madhe të sjellë shëndet, begati, lumturi dhe harmoni në çdo familje kuksiane. Le të jetë Fitër Bajrami një ditë paqeje, dashurie, mirëkuptimi dhe bekimesh të pafundme për të gjithë, në Kukës, në mbar Shqipërinë dhe kudo ku shqiptarët festojnë me zemër këtë ditë të shenjtë, gëzuar Fitër Bajrami. Fitër Bajrami vjen këtë vit si një mëngjes feste, besimi dhe bashkimi, duke përcjellë mesazhin e paqes, dashurisë dhe solidaritetit për të gjithë besimtarët musliman.